Hani një kastravec në ditë, mësoni mrekullit që i ndodhin trupit tuaj. Konsumimi i kastravecit ju sjell shumë përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Mësoni disa nga përfitimet që merrni nëse konsumoni një të tillë në ditë. Është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit në të. Ai pastron trupin dhe largon toksinat. Ju merrni 40% të konsumimit të përgjithshëm të ujit nga ushqimet. Ai është i përbërë në masën 95% nga uji. Pra nëse ju hani një kastravec në ditë, keni ngrënë dhe keni pirë në të njëjtën kohë. Ka pak kalori. Kastravecat janë të pakët në kalori dhe përmbajnë afro 15-17 kalori. Veç kësaj ai është i pasur në vlera ushqyese si fibra, proteina, vitamin C, K, mangan, hekur, zink dhe magnez. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese fibrat gjenden në pjesën e jashtme të lëkurës. Humni në peshë. Për shkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, kastraveci është një favorit për t'u bërë pjesë e dietës tuaj dhe ju ndihmon të humbisni peshë. Ndihmon në shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani një fet kastraveci në gojë për pak sekonda, ju keni vrarë shumë baktere dhe eliminoni kështu aromën e pakëndshme të gojës. Sheqer i ulët në gjak. Kastraveci përmban disa antioksidant që reduktojnë stresin oksidativ, duke ndihmuar në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe sheqerit në gjak. Ul nivelin e stresit. Është i njohur si përdorues për uljen e nivelit të ankthit. Ndihmon në shëndetin e flokëve, thonjve dhe lëkurës. Kastravecat përmbajnë vitamin A, B, C dhe K, mangan, bakër, kalium, që janë të rëndësishme në krijimin e një sistemi imunitar të shëndetshëm, dhe kur trupi dhe sistemi imunitar është i shëndetshëm, shpesh kjo reflektohet tek flokët, thonjt apo edhe tek lëkura juaj. Përveç kësaj, trangujt janë të pasura me silicin, e cila është e nevojshme për zhvillimin e indeve të forta lidhëse të shëndetit. Përmbajtja sulfurike dhe gjithashtu Chelsea është gjithashtu Chelsea për të ndihmuar rritjen e flokëve të shpejtë dhe të fortë. Sipas një artikulli të botuar së fundmi, squfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta që kontribuojnë në flokë të shëndetshëm. Përmirëson tretjen. Siç u përmend në fillim të kësaj video, kastravecat përmbajnë nivele të larta të ujit dhe fibrave, e kështu së bashku këto dy lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit në trupin tuaj, duke promovuar bakteret e mira në zor, që të rregullojnë lëvizjen e zorëve dhe duke parandaluar kapsllokun. Kujdeset për shëndetin e zemrës tuaj. Është e njohur gjërësisht se nivelet e kaliumit ndihmojnë muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmon që zemra të lëvizë gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrë më efikase. Në të kundërt, ulëmtimi i ka gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontribuojë në sëmundjet kardiovaskulare.